Tokë që mbani si shtroj, pa qiell që mbani si mbuloj, pa lumenj që ju bërojnë sy, pa djell që mbani në duar. Flini të qetë, se ju s'keni pse të ankuani, se gjërat më të shtrenjta i dhatë për Kosovën, dhe dashurin tuaj e shënuat në çdo lule, në çdo gur, në çdo rrugë. Të nderuar të pranishëm, shumë të nderuara familje të të rënëve për liri, nëna të dashura e të forta krushiane, familjar të përvuajtur, të nderuar përfaqësues të zgjedhur të popullit, të klerit fetar e ju të pranishëm. Faleminderit që sot na jeni bashkuar në dhimbjen tonë të madhe. Sot, në përvjetorin e 26, jemi mbledhur të kujtojmë tmerrin e 26 marsit të vitit 99. Masakrën e cila cilësohet si më e madhja dhe më çnjerëzorja. Pesha e së cilës rëndon e vret pa mëshirë, edhe sot, 26 vite pas. 26 vite pa shije jete e pa drejtësi. E madhe është krusha, e madhe sa plaga e saj, e sa ëndrat të cilat mbeten për gjysmë. E madhe sa gjëma e nënave për të bitë, e madhe sa zhurma e dhimbshme e dheut kur mbuloi trupat e të dashurve tanë. E madhe është dhimbja, por më e madhe është krenaria. Të mëdhaj kemi humbjet, por më të lartë e ka nderin krusha. Në këtë tokë ka heshtje të thellë, jo se askush nuk flet, por britmat e asaj dite ende dëgjohen në erë, në çdo rrugë, në çdo prag, në çdo rënoj. Andaj, në kujtim të asaj dite tmerri, ju lus për 1 minutë heshtje. Lavdiu qoftë. Të bëjnë vendosjen e luleve. Sot, krushën tonë me prezencën e tyre e kanë nderuar kryetari i komunës së Rahovecit, zotri Ismail Latifi, presidentja e Republikës së Kosovës, shkreqësia saj, zonja Vjosa Osmani, ish kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, përfaqësues të partive politike, deputet, profesor të Universitetit Prishtinës, përfaqësues të klerit fetar, të policisë së Kosovës, pjesëtar të organizatave të dalën nga lufta e fundit në Kosovë, media dhe ju të pranishëm. Krusha është një varg i gjatë i të vrarve, i të pagjeturve dhe i mungesave pa fund. Krusha është rruga se si shkohet deri te liria. Kryetari i komunës Ismail Latifi edhe sot para jush, si çdo vit për krah dhembjes dhe kujtimit për më të dashurit tanë. Ju ftoj për një fjalë rasti. E nderuara President e Republikës Kosovës, shkencësia i juaj zonja Vjosa Osmani Sadreu, nderuar ish kryeministër, kryetar Ramush Haradinaj, Generali Sufi, deputet, përfaqësues subjekteve politike, shumë të nderuar e të respektuar familjet martyrëve, familjet dëshmorëve, veteranë invalid të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, nxënës, mësimdhënës, nxënës të shkollës fillore të mesme Tul Bayramcuri, nxënës e mësimdhënës të shkollës mesme të lartë Ukshin Hoti, i nderuar Kryesia e Fshatit,
të gjithë ju të pranishëm, sot jemi përsëri në krusht madhe, nderuar kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat Pagjetur, Andin Hoti, ju Plisbardh, të gjithë ju që ndjeni dhimbje, po nikosisht edhe krenari për humbjet dhe dhimbjet pa fund që i patëm në fund marsin e vitit 1999, përkatësisht me 26 mars këtu në Krusht Madhe, Krusht Vogël, po edhe në plot, vende ku ndodhi tmerri dhe masakrat njerëzore të cilat u bën nga forcat kriminale serbe. Të flasim dhe të shkruajmë për luftën tonë, për sakrificat e njerëzve tanë dhe për çmimin e lartë që kemi paguar për liri, është përgjegjësi sa institucionale, morale, adhetare, po aq edhe me vlerë historike. Dihet botërisht se popujt e civilizuar i vlerësojnë figurat e veta, nga sa ata janë shembulltyr për brezat që vinë. Jemi përsëri në këtë lëndin lotësh e malli, për të risjellë në kujdes dhimbjen e madhe që na pllakosi në pranverën e vitit 1999, krushën e madhe dhe krejt Kosovë. Lufta e popullit tonë për çlirimin e trojave të pushtuara nga sllavët ishte e domosdoshme. Prandaj populli i përkrahu bitë dhe bijat e veta pa ndyshje, duke u ofruar mbështetje të pakursyer në të gjitha drejtimet. Ishte e dukshme se zgjidhja paqësore të çështjes Kosovës nuk do të kishte, pasi që Serbia ishte e vendosur që Kosovën ta mbante në dhurrë e terror të vazhdueshëm, qoftë duke e larë atë me gjak. Prandaj lufta jonë shërimtare u bë domosdoshmëri, e krushanët e bën atë që duhej bërë, sepse rrugë tjetër nuk kishte mbetur. Në shënjesër të armëve serbe do të vihen gra e fëmijë, pleqë të rinj, njerëz të parmatosur dhe krejt pa mbrojtur. Vrasjet masive, djegjet e kufomave dhe zhdukja e trupave të vrarëve janë dëshmi të një veprimi të organizuar dhe të zbatuar me shumë kujdes nga Serbia e kriminale. Duke djegur e zhdukur gjurmët e këtij krimi makabër, serbët menduan se aty ku nuk ka kufoma, nuk ka edhe krim. Lëndinat e kodrinat tona të mbushura me varre të vjetra të reja flasin për këto periudha të vështira. Dikush, sikur qëllimshëm, deshi ta mbyll këtë histori tragjike pa humbës dhe pa fitus, apo më mirë thënë, dikush tentoi ta amnistoi palën që ushtroi dhunë e terror mbi njerëzit e pambrojtur. Mirë, gurët e varreve flasin dhe akuzojnë. Trupat e njerëzve tanë i dëgjën, e i shkrumbuan dhe eshtrat e tyre i degdisën gjithandej në Serbi. Ndërsa nënat, motrat, gratë, baballarët dhe fëmijët tanë mbetën në pritje me shpresë se një ditë do të varrosin më të dashurit e tyre dhe mbi varret e tyre do të vendosin lule e do të derdhin pika lotë. Të nderuar pjesëmarrës, vrasja, djegja e njerëzve dhe më pas zhdukja e gjurmëve të këtij krimi monstruoz përbën një nga shembujt më të vrazhd të egërësisë serbe mbi shqiptarët. Burra e djemt këtij fshati u mblodhen, u ekzekutuan, kufomat i dëgjën, ndërsa mbjetët e tyre u dërguan në drejtim të paditur. Shtëpitë e thjeshta të fshatarëve të Krushës Madhe u shndruan në dhoma gazje, ku gjetën vdekjen këta burra e djemt, ashtu siç kishin bërë nazistët gjerman nëpër kampet e shparosjes. U vranë me gjaktësi, me plan të detajuar dhe me një organizim të përsosur ushtarak, të gjithë meshkujt që u ndodhen atë ditë në fshat, moshash të ndryshme pa kursyer asnjëri. Vrasja e fëmijëve dhe trajtimi njerëzor përbën shkelje të konventeve ndërkombëtare që ishin pranuar si të tilla edhe nga vetë shteti pushtues serb. Pra u shkel konventa mbi të drejtat e fëmijës, miratuar me 20 nëntor vitit 1989. Kjo dëshmohet me vrasjen e fëmijëve në Selin, në Fortesë, në Agac, por edhe të rinjve të Krushës Madhe. Po ashtu, në mesin e të vrarëve pati edhe njerëz me aftësi të kufizuara, duke shkelur kështu një parim bazë njerëzor, diskriminimin e personave me aftësi të kufizuar, gjendja të cilëve nuk i pengoi serbët që t'i pushkatonin pas më të voglin keshardhje. Shkelja të drejtës ndërkombëtare dhe ligjeve të luftës nuk përbënte problem për Serbinë, sepse udhëzoheshin nga memorandumet
e akademikëve dhe qarqeve nacionaliste serbe për pastrim etnik të territoreve shqiptare. Sjellja as pak humane nuk patën as ndaj grave fëmijëve. Fillimisht i ndanë fëmijët e nënat nga meshkujt, duke i detyruar të largohen nga fshati dhe të shkojnë drejt Republikës Shqipërisë, pasi i kishin plaçkitur dhe poshtruar në sy të familjarëve. Me këtë veprim shteti serb shkel edhe konventin për eliminimin e diskriminimit ndaj grave, me një fjalë, Serbia si shtet organizoi pastrimin etnik në mënyrë sistematike duke aplikuar metodën e tokës së djegur. Duke shfrytzuar mekanizmat e dhunës në territorin e Republikës Kosovës, ushtroi dhunë e represion të vazhdueshëm duke rënë ndesh edhe me ligjet e veta. Grumbullimi i njerëzve, ekzekutimi, djegja e kufomave dhe më pas zhdukja e tyre përbën një shkelje flagrante të drejtës ndërkombëtare. Por, kur bëhet fjalë për shqiptarët, atëherë ata konsiderojnë se nuk vlente asnjë ligj dhe asnjë normë institucionale e morale. Urdhërdhënësit dhe zbatuesit e politikës së tokës së djegur duhet të identifikohen dhe të gjykohen për krimet e bëra. Dhe mekanizmat detyrës do të duhet që të ushtrojnë presion më të madh mbi organet shtetërore të Serbisë për të dorëzuar kryesit e këtyre krimeve, në mënyrë që të zbardhet e vërteta dhe familjarëve t'ju tregohet për fatin e më të dashurve të tyre të zhdukur me forcë dhe me dhunë. E pajtimi shqiptaro-serb mund të vijë vetëm pasi të jetë vënë drejtësia në vend, atëherë kur autoritetet serbe të kenë kërkuar falje për krimet e bëra, të kompenzojnë të dëmtuarit dhe të pranojnë fajsin publikisht para botës, vetëm atëherë do të mund të mendohej për pajtim afatgjat dhe për paqe të qëndrueshme. Mirë po, ata dhe më tej fatkeqësisht vazhdojnë ta minojnë Republikën e Kosovës, edhe me tutje vazhdojnë ta mohojnë gjenocidin dhe krimet e organizuar nga shteti. Vazhdojnë të investojnë për të dëmtuar çdo gjë të mirë që është bërë në këtë vend dhe ende synojnë llabrimin e territoreve të Republikës Kosovës. Juve familjarë të dëshmorëve e të martirëve të shumë të Krushës Madhe dhe rrethinës, ju ftoj që të qëndroni krenar dhe të dëshmoni vendosmëri për të vazhduar në rrugtimin tonë të përbashkët për të ndërtuar vlerat e vërteta të lirisë. Ju sigurojmë se ne do të jemi krah jush dhe së bashku mund të ndërtojmë të ardhmen tonë të lirë. E ky muzeu që sot bëhet një vit që kur u përrua e duke falenderuar angazhimit përbashkët posaçërisht profesorët të Universitetit Prishtinës, Hasan Prishtina, sot është një nga monumentet, një nga muzeet më të vizituara në Republikën e Kosovës, të vizituar nga familjar, nga liridashës, nga gazetar, nga qytetar të Kosovës e të rajonit, nga qytetar e vizituar nga shtetet ndryshme të botës, nga të gjitha kontinentet. Dhe ne i gëzohemi faktit që ky muze po i shërben gjithë të tjerëve, edhe neve që të mësojmë më shumë për krimet e bëra dhe për ato që ka ndodhur në Krushë të Madhe. Ftoj shtetin tonë që të respektojë dhe të hyjë në fazën tjetër të kompletimit muzeut, në mënyrë që ky muze të jetë model për muzeun e paralajmëruar, për themelimin e muzeut paralajmëruar invalidëve, respekt familjeve që dhanë nga gjaku i tyre, nga gjaku i tyre për lirinë tonë. Respekt dhe konsiderata të larta e për ulje edhe për familjet e 64 të zhdukurve që akoma ende nuk dim për fatin e tyre. Pra edhe sot e kësaj dite. Lavdi.